Zona e Lushnjës është një ndër zonat me risk të lartë nga zjarret e shumta. Vetëm 3 ditët e fundit janë regjistruar 8 zjarre, kryesisht në zonat rurale, ku më problematike ka qenë zona e Karbunarës, ku dojgjën agrume ullishte e magazina fermerësh, dhe zjarri i rënë në Karavasta që dojgji qindra rrënj ullishte. Në konkluzionet e dala nga specialistët e sektorit zjarfikës Lushnjë, si dhe ekspertët e grupit hetimor, në të gjitha rastet, zjarret janë shkaktuar nga djegja e mbeturinave bimore nga fermerët, të cilëve u del situata jashtë kontrollit. Rasti më i fundit i zjarreve është në fshatin në Rupaj, njësi administrative Krutje, ku zjarri ka dalë jashtë kontrollit dhe është dashur ndërhyrja emergjente e zjarrfiksëve për të shmangur djegjen e banesave, serave dhe një parku me blet. Sotir Boçi, banor në fshatin Rupaj, shprehet se zjarri ishte i qëllimshëm dhe se banesat rrezikuan të digjeshin. Vetëm sera ju është dëmtuar? Sera, 1.600 serë, 43 ullinj, ja të ka ullinj aty anës. Edhe janë 10 shtëpia, shqyrtoi që këto shtëpia të pakun. Erdhi zjarri drejt banesës? Drejt banesës, hapur 5 metra. Erdhën zjarrfikësit e shua? Jo, zjarrfikët e këtej nuk ishte hyrë, patëm ujë nga shtëpia, që pikën. U mbledhën 10 vet atje që me zor që pikën. Që dal, zjarri vjen vëdë dije edhe sot. Mendon se është zjarri qëllimshëm ky sot? Po, vëdë dije ta. Nëse po vi nga puna, ne pam që nga makina, u tymi